A e dini kush është shkaku i vërtet i protestave në Shqipëri? Dhe këtu dua të të them që nuk jam me zgjuar nga ty. As po e bëj këtë video të tregoj sa tjetër jam nga ty, por po e bëj se jam një si ty mashkull, si ty femër, që u rrita në Shqipëri. Jam 56 vjeçe dhe brezi jonë u rrit duke i thënë ti s'ke të drejtën e fjalës, ti duhet të më dëgjosh, ti duhet të bësh siç them unë, ti je burrë duhet të qash, ti je femër je dere botës, ti duhet punosh, ti duhet ngrihesh që në mëngjes, duhet më bësh kafenë, pa duhet të fshish oborrin, pa duhet. Vetëm detyrime dhe jo të drejta. Ti je ajo që nuk të pan asnjëherë prindrit që është koka e familjes, hierarkia dhe nuk të mësuan asnjëherë, nuk të dëgjuan asnjëherë, nuk të vlerësuan asnjëherë. Por më tepër mosvlerësimi erdhi tek femrat shqiptare. Dhe këtu nuk jam të kritikoj asnjë prind, asnjë femër, asnjë mashkull, por jam këtu të zgjoj të kuptosh që e gjitha ajo bujë po bëhet në Shqipëri. Protestat që po bëhen nuk po bëhen ndaj Edi Ramës, po bëhen ndaj një pushteti të vjetër që erdhi koha të rrëzohet. Ndaj atij pushteti, ndaj asaj hierarkisë që duke qenë në krye mund të bënte çfarë të donte. Shkaku i protestave është zemërimi. Zemërimi i të gjithë popullit, zemërimi tënd si fëmijë, zemërimi i grave, zemërimi i burrave. Por tani rinia ka dalë dhe kërkon diçka ndryshe. Dhe kjo ka filluar nga hierarkia e familjes tënde, që të thoshin s'ke të drejtë të flasësh, je femër ose mashkull. Ti femër je dere botës, duhet të mësosh të dëgjosh, të durosh, çfarëdo që të bëj burri duhet të qëndrosh, është turp të kthesh në derën e babait, çfarëdo që të bëhet, dhe burri kishte të drejtë dhe në disa vende, e dini shumë mirë në Shqipëri, bashkë me pajën i jepte dhe fishekun në pajë, duke i thënë që ke të drejtë ta vrasësh në qoftë se nuk dëgjon, nuk duron, nuk bën siç do ti. Edhe vjerit, edhe vjerës, dhe burrit. Gjithashtu e dini shumë mirë ju brezion, sa shumë keni duruar, sa shumë keni dashur të keni një prind pranë, t'ju dëgjonte, t'ju shikonte. Ti ishte atje të jepte siguri, por jo vetëm që nuk e bën, po ata kërkonin nga ne. Dhe këtu nuk jam as të kritikoj, as një prind, as një pushtet, as edhe një Edi Rama, as një Sali Berisha, as një tjetër, nuk jam politikane. Jam thjesht meritacake, mentore, trajnere, terapiste, shkrimtare e 6 librave që të ndihmojnë të gjesh veten tënde dhe të besosh tek vetja jote dhe të shikosh jashtë trupit tënd, të shikosh thellë në zemrën tënde, të shikosh atë zemërimin që e mblodhe për shumë vite. Dhe ky zemërim të erdhi dhe është pasqyruar dhe në pushtet, sepse dëgjoj dhe lexoj shumë për punën e protestave që shumë thonë e zgjodhëm ne Edi Ramën. Po shpirta të bukur. Edhe prindrin e zgjodhëm ne si shpirt, edhe nënën dhe babain, sepse i zgjodhëm ata të marrin mësimin tonë. Edhe Edi Ramën, edhe këdo që kemi zgjedhur, kushdo që e zgjodhëm tamam sikur ishte nëna dhe babai jon, por që t'ishin në krye dhe të bënin detyrën siç dushe. Të merrni përgjegjësinë siç dushe, jo të shisnin vendin, akoma dhe në familjen tënde, shitën dinjitetin tënd, nuk panë femrën, mashkullin, sepse mashkullit i thanë duhet të bëhesh i fort, femrës i thanë duhet
të jesh gjithçka për të tjerët, të sakrifikosh që të fitosh dashurinë, të durosh, por nuk e pyetën asnjëherë sa zemra e saj qante brenda dhe sa shumë nevojë kishte për përkëdhelje, sa shumë nevojë kishte për mbështetje, dhe e dërguan dhe tek familja tjetër që të bënte atë që mësuan. Ata që kujdeshin, si të thuash, ata që e lindën, e mësuan që të ishte e fundit dhe jo e para. Tani, kjo temë është shumë e gjerë dhe nuk dua të përqendrohem as në politikë as në gjë. Për të gjithë juve që doni të bëni shkëputjen, ose të lironi zemërimin, ose që të vendoset një pushtet, një shtet që të marri përgjegjësinë, është shumë mirë që u ngrite, por të dish që ajo protesta je zemërimi i brendshëm dhe shkaku është ata flamingot dhe ajo ishu i Sazanit. E vërteta është që ti me këtë mënyrë po ve kufij që të mos ndërhyjnë njerëzit e tjerë në familjen tënde, në shtetin tënd. Po ju tregon edhe familjes tënde, edhe pushtetit që kishe në shtëpi, që s'ishe në hierarki, si atëri që të bën që ike nga Shqipëria dhe ty dhe mua dhe këdo, sepse s'kishte stabilitet Shqipëria, nuk ishte qetësi. Ashtu si nuk ishte qetësi në familjet tona, dhe që femrat bëshin 18 vjet deri në 20 vjet, duhet që të martoheshin, të zinin vendin e tyre, se ishte dere botës. Sepse ishte ajo ndarja, tjetër femra dhe tjetër mashkulli, jo që janë shpirtra dhe janë fëmijë. Protestën po e bën nga zemërimi dhe mirë bën që po nxjerr zemërimin, që të vesh kufi dhe mos lejosh më të hyjnë të tjerët, duke i thënë akoma dhe prindërve të tu, të mos e lejosh më veten që akoma edhe një pulë që kisha atje në shtëpi, prisnje që kur të vinte miku, ta therte për mikun, për të tjerët, dhe ti të lëpinje koskat, sepse nuk të binte të hanja as qafën, as kraun. Edhe ka ndodhur në të tëra familjet shqiptare. Mund të ishin disa që mund të përjashtojmë që ishin të pasur. Janë shumë për të thënë, por një përgjigje do jap në të gjithë njerëzit, edhe të mblidhemi të gjithë së bashku në radhë të parë, të hapim zemrën, të lirojmë zemërimin, të shikojmë shkaku i vërtet i tërë protestës është zemërimi jon i brendshëm, dhe ka filluar në familjen tonë, atje ku nuk na u dha e drejtë e fjalës, ashtu s'po t'i jep të drejtën e fjalës as Edi Rama, as Sali Berisha dhe kushdo që ka qenë në pushtet. Është koha që të përmbysen këto sistemet e vjetra, është koha që kushdo që është atje në hierarki dhe më i madh i zgjedhur, akoma dhe familjarët, që të respektojnë akoma dhe atë fëmijën e vogël, sepse mund të jetë në moshë i vogël, në këtë jetë toksore, por shpirtrat e vegjël së mos tani, janë ata shpirtrat që kanë shumë përvojë dhe janë shpirtrat të vjetër. Mbas edhe nuk mund të më kuptosh me këto që them, por unë mund të të ndihmoj në praktikë në qoftë se je interesuar, që të lirosh atë zemrimin dhe jo vetëm një nga një, por në të gjithë njerëzimin. Dhe i kisha bërë letër Edi Ramën që të vijë nga Greqia të bëj falas terapi të hierarkisë në familje, të sistemit përfaqësik, transformues. Dhe 4 herë përgjigja nuk u dha asnjëherë, sepse nuk i intereson as Edi Ramës as ndonjë tjetër atje të zgjohet populli. Po më vjen mirë që populli zgjua, po nxjerr atë të gjithë atë zemërimin, edhe në qoftë se doni atë përgjigjen kush të jetë në qeveri, po jam të jenë në qeveri njerëzit e rinj, njerëzit që do fillojnë një gjë të re, që do thonë mjaft të sistemit të vjetër, edhe të thonë po në sistem të ri, që si kusht
të ketë vendin e tij në familje, në vendin tonë dhe të mos largohet më shqiptari në vende të tjera duke sakrifikuar jetën e tij, duke punuar për të tjerët dhe duke qenë si miu mbrapa poçes dhe për të dhënë në shtetet e tjera dhe jo në shtetin e tij. Po, jam për një Shqipëri të re me njerëz të rinj dhe